Të dashur vëllezër dhe motra, koha është nga dhuratat më të çmuara që Allahu Xhelali ka dhënë njeriu. Dhe njeriu është i lidhur ngushtë me kohën, madje bën një rrugtim paralel me të. Sa bukur e ka shprehur dietari Mas Hasan el Basri lidhjen e ngushtë që njeriu ka me kohën, duke thënë: "O i biri i Ademit, ti përbëhesh nga ditët. Sa herë kalon një ditë, ikën një pjesë e jotja." E Zoti i Gjithësisë në Kur'anin famlart në vende të ndryshme betohet mbi kohën e përgjithësi, e betohet mbi momente të veçanta të kësaj kohe. Wal fajr wa layalin ashr wad duha wal layli idha saja, betohet Zoti në agim, betohet në 10 ditën e Dhulhijhes, betohet në kohën e duhas, betohet në kohën e mesnatës. Dhe Allahu Xhelal kur betohet mbi diçka, betohet për të theksuar rëndësinë që ajo ka. Madhështinë dhe madhësinë e mirësisë që është. Madje Allahu Xhelal në Kur'anin famlar ka zbritur një sure të posaçme e cila flet për kohën. Thot Zoti i Gjithësisë në Kur'an: "Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Pasha kohën, me të vërtetë që njeriu është në humbje. E këtu duhet të bëjmë kujdes, sepse i pjesë e mirë e dietarëve kanë thënë që shpërdorimi i kohës në vetvete është sebeb i mjaftueshëm që njeriu të bëhet prej të dëshpëruarve në ahiret. Kush shpëton prej humbjes? Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Përveç ata të cilët besojnë, e bëjnë punë të mira, e këshillojnë për tek e mira, e këshillojnë njëri tjetrin për durim. Pra ata të cilët e kuptojnë sekretin se pse i është dhënë kjo kohë në dunja dhe përpiqen ta shlyejnë falëndrimin e asaj duke mbushur atë me adhurim dhe me punë të mira. Tek Imam Tabaraniu transmetohet nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot se kur shokët e profetit alayhi salatu selam takoheshin, nuk ndaheshin prej njëri tjetrit pa e lexuar surën Asr, si formë këshille ndaj njëri tjetrit. Dhe profeti alayhi salatu selam në shumë fjalët e tij e këshillon besimtarin që të jetë vigjilent, të mos e shkojë kohën kot, të mos e harxojë atë me gjërat e padobishme. Thot profeti alayhi salatu selam: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Janë dy mirësi shumë të mëdha që shumica e njerëzve nuk ka dinë vlerën, i shpërdorojnë, nuk i përdorin ashtu siç duhet. Koha e lirë edhe shëndeti. E gjithashtu në një hadith tjetër na thotë, na përkujton: "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Dija vlerën 5 gjërave para se të vinë 5 gjëra të tjera. Iqtanim shababaka qabla haramik. Dija vlerën e nis përpara se të vijë pleqëria. Wa sihhataka qabla saqamik. Dija vlerën shëndetit përpara se të vijë sëmundja. Wa ghinaaka qabla faqrik. Dhe dija vlerën pasurisë përpara se të vijë varfëria. Wa faragaka qabla shughlik. Dhe dija vlerën kohës së lirë përpara se të vinë punë dhe situata të vështira ku mos kesh më kohë. Wa hayataka qabla mautik. E dija vlerën jetës përpara se të vijë vdekja. Të gjitha këto mirësi janë kalimtare, janë të përkohshme. Por kur përdoren për arsye pse janë krijuar, kur përdoren për mirë, kur përdoren halal, kur përdoren rrugt Zotit, to mirësi kalimtare kthehen dhe bëhen të përjetshme. Madje tani koha në cilën ne ndodhemi, Ramazani është momenti më i mirë ku ne mund të shfrytëzojmë
të mirësi të mëdhaja të Zotit për të fituar kënaqësinë e Tij dhe për t'i bërë të përjetshme. Në shumë ajete të Kuranit na tregohen për situatat e njerëzve të cilët nuk kanë besuar, të cilët s'kan punuar mirë në dunja, të cilët nuk e kanë shfrytzuar kohën ashtu siç duhet. Ata të dëshpëruar kërkojnë që të kthehen, por përpjekje e kotë. Thot Zoti i Gjithësisë në surën Sejdë ajetin 12: "Walau tara idhal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim", e sikur të shikoje mëkatarët, të cilët kokë ulur pranë Zotit tyre thonë: "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." O Zoti ynë, ne e pam vërtetën, e dëgjuam atë, prandaj na kthej përsëri në dunja që të bëjmë punë të mira, me të vërtetë që u bindëm. Mirë po lutja e tyre është e kotë. Fakti që ato janë bërë pishman nuk sjell dobi, sepse koha për ata ka mbaruar. Mirë po, elhamdulillah, shëqër Zotit, qofse ndodhemi sot në këtë xhami, kjo mundësi e ardhur për përfituar nga koha vazhdon akoma, dhe kjo është mirësi shumë e madhe. Prandaj, le të fillojmë të punojmë tani, të bëjmë punë të mira tani, përpiqemi të përfitojmë nga mirësia e Ramazanit tani, që kur të kalojë kjo mirësi të mos i bien pishmanit, e atëherë pishmanliku me të vërtetë që nuk do të bëjë dobi. Po si mund ta shfrytëzojmë kohën, e sidomos në muajin e Ramazanit? Alhamdulillah, me të vërtetë që muaji i Ramazanit është i mbushur me mirësi dhe begati shumë të mëdha. Dhe kanë të shumë vepra dhe shumë punë, të cilat mund ta bëjnë kohën shumë të vlefshme dhe të na përfitojnë sevape. Gjë e parë që mund të bëjë besimtari është që të përfitojë dhe të çohet në mëngjes dhe ta bëjë syfyrin. Të mos tregohet dembel, të mos e mashtrojë gjumi dhe rehatia e krevatit. Profeti alayhi salatu selam e ka këshilluar besimtarin dhe thotë: "Çoni për syfyr, hani syfyr, sepse syfyr ka bereqet." Ndryshimi i agjerimit ton dhe ndryshimi i ehli kitabit, të agjerimit të ehli kitabit thotë është syfyri, dhe ka stimuluar besimtarin e ka inkurajuar atë që të çohet dhe të bëjë syfyr, qoftë edhe me një hurm, qoftë edhe duke pirë pak ujë. Gjë e dytë që mund të bëjmë është që t'i falim namazet në xhami dhe t'i falim namazet me xhamat. Thot profeti alayhi salatu selam, ai i cili e fal namazin i yatsis me xhamat, i shkruhet sevap sikur të jetë falur gjysmën e natës. Ai i cili e fal namazin e sabaut me xhamat, i shkruhet sevap sikur të jetë falë të gjithë natën. Ditën tonë ta zbukurojmë me agjërimin, i cili është adhurim madhështor, i cili i përfiton shumë sevape besimtarit. Mirësitë dhe begatitë e tij në dunja janë shumëta, ndërsa sevapet në ahiret janë të panumërueshme. Thot profeti alayhi salatu selam nga Zoti i tij në një hadith kutsi: "Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam." Thot Allahu Xhelal, çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç se agjërimi. "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Agjerimi mbahet për mua dhe unë do të jap shpërblimin e këtij agjerimi, e këtij adhurimi. Pra punët e tjera në dunja shpërblehen nga 10 fish deri në 700 fish. Ndërsa përveç agjerimit, Allahu Xhelal nuk e ka caktuar shpërblimin dhe sevapin e tij. Dhe ne e dim shumë mirë se Zoti është bujar i madh, është mëshirues i madh. Prandaj të përpiqemi gjatë ditës tonë ta mbajmë agjerimin, po ta mbajmë ashtu siç duhet. Ta mbajmë ashtu siç e kërkon Zoti. Ta mbajmë ashtu siç e ka këshilluar profeti alayhi salatu wassalam, që çdo gjymtyr e trupit ton të jetë agjërueshëm. Të mos dëmtosh askënd, të mos thyesh zemrën e askujt, të mos flasësh keq për askënd, dhe të përpiqesh maksimum me çdo mirësi dhe begati që të ka dhënë Allahu Xhelal, të punosh për të fituar kënaqësinë e tij. Tjetër çfarë mund të bëjmë? Të lexojmë Kur'anin. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran
Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Dhe Allahu Dhu Xhelal e ka veçuar dhe ne kemi shpjeguar se një nga arsyet pse ka marrë vlerë të veçantë muaji Ramazanit është fakti se ka filluar të zbresë Kur'anin të. Muaji Ramazanit në cilin është zbritur Kur'ani, i cili është udhëzim, argumenti i qartë i udhëzimit është Furqan e ndan të kotën nga e vërteta. Prandaj është mënyra dhe është mundësia më mirë kur ne të përqendrohemi tek Kurani, të përqendrohemi tek leximi i Kuranit. Tjetër çfarë të bëjmë? Muaji Ramazanit nuk është muaj për të bërë dembelizëm. Fakti që je agjërueshëm nuk do të thotë se do të lësh pas dore punët e dunjas. Elhamdulillah, besimtari kur punon punë halal, kur fiton nga halali, edhe dirësen që e derë tek puna dhe mundin që e bën aty, fiton shpërblime. I quhet si adhurim. Prap tregohet tek Tabaraniu një ditë kur profeti alayhis salatu selam ishte ulur me sahabët, me shokët e tij. Kalon një djalë i ri, ishte i pashëm, i fuqishëm, energjik. Edhe i thon sahabët, o i dërguar i Zotit, asikur këtë fuqinë që i ka dhënë Zoti, këtë energjinë që i ka dhënë Allahu Dhu Xhelal, ta përdore në rrugt të Zotit, ta përdore për të luftuar rrugt të Allahut, sepse në atë kohë besimtarët gjendeshin në vështirësi, luftonin për ekzistencë, rrezikoheshin të shfaroseshin dhe prandaj mendja u punonte gjithmonë tek ushtria, tek lufta për hir të Zotit, për të mbrojtur nderin, për të mbrojtur pasurinë, për të mbrojtur jetën, për të mbrojtur fen. Nëse profeti alayhis salatu selam u thot diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Thonë qofse ai ka dalë nga shtëpia për të siguruar ushqimin e fëmijëve të vogël, ai është në rrugt të Zotit. Ai po lufton në rrugt të Allahut. Qofse ai ka dalë nga shtëpia për të siguruar ushqimin dhe mirëqenien e prindërve të moshuar, ai është në rrugt të Allahut. Nëse ka dalë nga shtëpia për shqitur mend, për të lavdruar, për të krekosur, për të rënë sy, atëherë është në rrugë të shejtanit. Shikoni se si e vlerëson profeti alayhis salatu selam punën për të siguruar mirëqendje për fëmijët, për bashkëshortën, për prindërit, për njerëzit që kemi rreth rrotull nesh. Pra besimtari do të punoj, besimtari do të prodhoj, besimtari do të jetë i dobishëm. Dhe prandaj profeti alayhis salatu selam besimtarin e fortë ka quajtur më të hajër dhe më të mirë se besimtarin e dobët. Prandaj profeti alayhis salatu selam dorën që jep e ka quajtur më të lartësuar se sa dora që nështrohet dhe kërkon. Dhe ky është një aspekt shumë i rëndësishëm dhe në muajin e Ramazanit, çështjen e punës nuk duhet me lënë pas dore, nuk duhet të përtojmë, nuk duhet të justifikohemi dhe ta bëjmë me zell dhe me dëshirë ashtu siç bëjmë dhe adhurimet e tjera. Pastaj namazi i teravive. Sot profeti alayhis salatu selam men kama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili falet në muajin e Ramazanit me besim dhe duke e pritur shpërblimin nga Zoti i gjithësisë, do t'i falen të gjitha gjunahet që ka bërë. E gjithashtu ai përgëzon dhe thot, ai cili fal teravit pas imamit ndërsa imami të largohet, do t'i shkruhet sevap sikur është falur gjithë natën. Punë e vogël, sakrificë e vogël, përpjekje e vogël, asnjë orë si kalojnë teravit, ama shpërblimi shumë i madh. Dhurata shumë e madhe. Surpriza me cilën do të përballesh ti ditën e gjykimit kur ndoshta do të kesh nevojë është shumë e madhe. Prandaj mos e nënvlerëso, mos e li masdore, mos e harxho kohën kot atë që do ta kalosh në xhami, ta kalosh te kafja, ta kalosh te rruga, ta kalosh te televizori, ta kalosh te telefoni etj. Sepse më të vërtet ka shumë njerëz që kanë kaluar në botën tjetër, do të dëshironin shumë që të ishin në vendin tënd për të bërë këtë punë që ndoshta ne i nënvlerësojmë. Dhe fundit, për jo nga rëndësia, është duaja, dashur vëllezër.
Duaja në vetvete është adhurim. Dhe duaja nuk bëhet vetëm kur ke hall, kur ke shqetësim, kur ke nevojë. Profeti alayhi salatu selam çdo moment të jetës së tij e zbukuron me dua. Futet në shtëpi bën dua, del nga shtëpia bën dua, konsumon ushqimin bën dua. Pi ujë bën dua, vesh rrobë të re bën dua, futet në shtrat bën dua, çohet nga shtrati bën dua. Sepse duaja është armë e besimtarit. Duaja e furnizon besimtarin. Dhe thot Zoti i gjithësisë në surën Al-Bekare kur mbarojnë ajetet e agjerimit thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." E kur të pyesin robët e mi për mua, thuaj që unë jam afër. Dhe i përgjigjem lutjes se atij që lutet. Prandaj dhe ata t'i përgjigjen thirrjes time, e të besojnë tek unë që ta gjejnë rrugën e drejtë, ta gjejnë rrugën e vërtetë. Dhe thot profeti alayhi salatu selam, "Lis-saimi da'watun la turad." Për agjërueshim ka dua e cila nuk kthehet mbrapa. Secili prej nesh kemi halle, kemi shqetësime, kemi probleme. Më rëndësishme kemi dëshira, kemi gjëra që duam të realizojmë. Allahu xhelal është sunduesi çdo gjëje. Prandaj t'ja hapim atij zemrën, t'ja drejtojmë atij lutjeve, t'ja shprehim atij dëshirave dhe halleve tona dhe do të shikojmë nëse e bëjmë të gjë me bindje, e bëjmë të gjë me sinqeritet, hallet do të largohen, e gjithë dëshirat do të plotësohen. Dhe lutë Allahun xhelal që pikësparit na e pranoj gjitha adhurimet. E lutë Allahun xhelal që të na e pranoj punët e mira dhe agjërimin ton. E lutë Zotin gjithësisë që të na bëjë njerëz të zellshëm për punë të mira. Ta mësoj të jetojmë me Islam e të ndrojmë jetë me iman.